Komunat e Kosovës kanë nisur një fushat për promovimin dhe nxitjen e kulturës së vlerësimit bazuar mbi performancën në punë. Në kuadër të kësaj nisme, komunat kanë përzgjedhur anëtarin më të dalluar të kuvendit, shërbyesin civil më të dalluar, si dhe mirëmbajtësin më të dalluar në komunë. Po me këtë qëllim, komunat duan të nxisin edhe frymën e qytetarisë duke përzgjedhur edhe rrugën më të pastër, parkun më të pastër, si dhe rrugën me nivelin më të lartë të pagesës së tatimit në pronë. Çdo herë nuk e shoh vetin si opozit, mirë po në asamblenë komunale e shoh vetin të barabartë me gjithë delegatët të tjerë të cilët e kanë marrë votën e qytetarit dhe punoj pa interes partian. Është normale që jashtë kësaj sale unë imbroj interesat e subjektit tim politik. Mirë po këtune çdo herë, në çdo takim, se herë kur e marr fjalën, se herë kur kundërshtoj, i jap kohë pozitive vetëm në interes të qytetarit kaçaniku. Unë si të vinë në ora 8, faktikisht si të vinë në ora 8, gjithëherë asnjëherë nuk jam vonu. Domethënë ne asnjëherë nuk jam vonu, edhe nuk e kam princip mu vonu, domethënë 2 minuta. Për shembull 2 minuta. Nëse më ka ndodhur më vonu, për shembull mëra vitit një herë, 2 herë më ka ndodhur për ndaj problem, ose të marr në orat 9, 10, jam lajmëruar se kam filan problem, ndërsa në parë gjithmonë pas 19 vjet. Dhjetor të vitit 75 kam hyrë në punë. Prej atëherë domethënë kam marrë punën, e kam kriju traditë që në punë me shku me kohë. Edhe jo vetëm me ne në punë tetor, se nuk është me rëndësi me shku edhe në tetë dhe me dalë në kohë dhe mësë me punu. Po traditë që gjithëherë ndoshta në Peter Praj, po 6 orë punë efektive i kom bu minus 1 orë pushim. Punoj për çdo ditë, për orës 8 deri në orë 4, i medet qytetarëve ato të na vlerësojnë se a jemi na ato më të mirë apo puntojmë më të kështu. Nuk e kursej vetëm, punoj pa ndërprerje. Jemi vetëm 2 punëtor, angazhimi është shumë i madh. Kemi nevojë edhe për punëtorë tjerë, po varet prej buxhetit. Si vetë ne kanë ofruar plus 8 punëtorë më tepër në sezonën e verës. Punë përditshme, pastrojmë e me mbajmë qytetin atë sa mundi, atë sa kemi mundësi. Do të gjendemi këtu në Kaçanik, në rrugën Ismail Raka. Ne jemi shumë të kënaqur me mirëmbajtjen që e ban komuna, po gjithashtu mundohemi edhe ne që zbashku me kolegët këtu që gjendemi në këtë rrugë, ta mirëmbajmë ne. Unë që të kom ne që fiks 62 vjetë. 62 vjetë që kom rritu. 56 vjetë e kom thuj komë. Edhe pa u qelë porki kom rritu. Po konë pazari gjonë këtu në herë. Faleminderit, këto më lerojnë edhe këta këshyrin parkin shumë mirë, këta e majnë pasht. Punëtorë bollë fort, po zotë ju një moftë, ju edhe këtyne. Kjo nismë synon jo vetëm që të ndërtojë një mekanizëm të qëndrueshëm për vlerësimin e performancës së tyre, por edhe të krijojë një mundësi për t'i falendëruar për punën e palodhshme që bëjnë. Sepse ata, po u vënë re, punojnë me zell që t'na bëjnë jetën më të mirë. Opozit,
mandatin deri në fund ta përfundojmë në interes të qytetarit. Të punojmë gjithë së bashku. Këto gjemë është që të rritë me seriozitet, ta ndërtojnë, ta punojnë atë punë për cilën janë në atë vend pune, po që të kontribuojnë për një të ardhme më të mirë, më prosperuese, si për veten, ashtu edhe për familjet e tyre dhe fëmijët e tyre.